e ka certifikuar dhe kalcifikuar duopolin, jo monopol, ose monopolin dy persona politik, po duopolin tyre, ose oligopolin politik. Ne nuk kemi një tregtie politik. Ne ikëm nga një centralizim, po nuk kemi tregtie politik. Për arsye, nuk kemi as tregt lirë ekonomik. Dhe ky tregu politik, që është oligopolizuar, ka oligopolizuar të gjithë jetën në çdo aspekt. Dhe nuk besoj se sot ti ke bindjen që ti ke drejta plota politike. Është vrarë meritokracia, nuk kemi ligje për administratën, nuk garantojmë zbatimin e detyrimeve kontraktuale të tjera, dhe nuk kemi standardet e duhura. Përse bën mbrapa gjithë gjërat në Shqipëri? Në funksion të kujt? Baza për mua baza duhet kthyer Blishi tek vetja. A jemi ne që i mbollëm këta persona? Po. Edhe që i mbjellin, vazhdojnë të i mbajnë. A kemi iluminuar në njerëzit? Ti e kupton shumë mirë që vota jote është e njëjtë me votën e njeriu të painformuar. Ti njeriu, edhe kur një njeri është në hall, edhe kontrata nuk i merret parasysh. Kodi civil e njeh nga nenet 92 e lartë për kontratën në nevojë. Ne votojmë gjithmonë në nevoja ekstrem ekonomike. Edhe të votosh për vendin e punës është nevojë e madhe ekonomike që ta luajnë. Se ne nuk i kemi prerë duart të tyre për përdorur administratën. Shkojnë në burg nga kryeministri, presidenti, kryetari i bashkisë, ministri, të cilët përdorin punësimin dhe administratën. Pse dyja forca politike nuk përdorin, nuk e vën këtë ligj, që njerëzit mos shkojnë votime për vend e punës. Por njerëzit të shkojnë votime, duhet me këtë përgjigje pak të një mesazh. Nuk ka problem. Të dashur miq, këto janë njoftimet të momentet fundit, edhe të kthejmë te Romeo sërish, ka humbur jetën gjyqtari dhe me Romeo po diskutojmë një temë. Rikthehemi. Po. Ne duhet votojmë për parime. Unë duhet votoj për taksat, duhet votoj për një sistem drejtësie sa më të pavarur, dhe po nuk patëm një sistem drejtësie të pavarur, nuk do të kemi kur një sundim të ligjit, një shtetës së drejtës dhe një ndëshkim të së keqes. Dhe shumë e rëndësishme që të ndahen pushtetet. Këtu vim në pikën që ne të dy bashkë ndahemi në perceptimin a është fajtor Veliaj apo jo, a meriton Veliaj të kryetar bashkia apo jo, por bashkohemi në pikën që unë dua që dhe Veliaj të ketë garancitë e tij procedurale që ja jep kushtetuta dhe neni 115. Mund ta shkarkoj Këshilli Bashkiak dhe kryeministri, dhe në pikën 2 të këtij neni, në moment ai ka drejt ta çojë direkt ta ankimojë, se është një subjekt i zgjedhur me votë, ta ankimojë në gjykatë kushtetuese, e cila fillon automatikisht me çuar në ankimit fillon procesi i pezullimit. Dhe ky është një fakt i njohur botërisht, që ai e ka ankimuar. Ndërkohë del një dekret presidencial. Ata që janë quajtur me dinjitet dhe me pavarësi plot intelektuale, ne jemi ke grupi që s'kemi pavarësi intelektuale, ata justifikohen dhe mbas neni 134 kushtetutës se kush e volevizë gjykatën kushtetuese. Aty në fund thot dhe individet. Por ai neni lart nuk mund të shbëhet nga neni poshtë, se aty fillon në mënyrë automatike fati pezullimit. Edhe unë do të doja që gjykata të shprehë a duhet të pezullohet në mënyrë të pjesshme dekreti presidentit për të rast apo jo. E dyta, pas kam unë gabim. Po se ka gabim besoj Aurelio Anastasi, që është një njeri i cili ka investuar më shumë se unë. Unë kam investuar drejtim të arbitrazhit dhe kontratave, që besoj i njoh shumë mirë, por Aurelio Anastasi ka investuar drejtim të kushtetutës, të iniciacionit kushtetutës. Pra, nëse ka njëri që mund të interpretoj më sakt, është ajo. Po besoj du t'jetë dhe Dhori Sallaku, që ne i njohim. Jo pa kohë kam kaluar në fillim vitit 90,
Milvi Myrten, me Tasha Sheshin, me Kristaj Trajen, me Kleanthi Koçin e tjerë, me 10 qindra orë takime misore, kafe dhe të përditshme, paktën për 2-3 vjet rresht, edhe me Ngjelën deri në vitin 97-98 që rinim bashkë, ku i kemi diskutuar se si në çfarë fryme shihet kushtetuta. Dhe hajtë hapim edhe për të zërbaljet dhe diskutimet kur iniciatori ka vendosur për këto norma, çfarë ka pasur parasysh. Hajtë i hapim. Po të paktën mendimi ynë është kritik. Duke qenë kritik, se unë kam qenë i pari që kam thonë lijeni të qetë spaku gjë kohon dhe mos protestoni se është turp dhe për ju dhe ajtë ndepër para zgjedhjeve që jepni show të tillë në mbrojtjet Veliajt, se nuk është atje pa gjyq. Unë nuk e kam tallur kryeministrin të them, ke thënë, e morën dhe e vendosën pa gjyq. Jo, është me gjyq. Me vendim gjykate, deri ke gjykata lart në mënyrë përsëritur. Masën e arrestit e ka me gjyq. Unë nuk jam tallur. Unë kam i ftyrë. Ku mi disa tyre që kanë folur, jam dhe unë që është thënë s'kam pavarësi intelektuale. Pavarësi intelektuale ka çdo person që bën kritik, që mendon me mend të tij, që ka analizë në kokë. Dhe mund të referohem të paktën edhe atë kam të strukturuar pavarësinë intelektuale. Domethënë, pavarësia intelektuale e mendimit juridik. Edhe nuk i hyra me AI, si që hynë këta sot, i bin shkurt, po me doktrinën, dhe t'ja marrë edhe nga Oxfordi, po t'a gjej këtu, me foto, me gjitha, të shputur. Ormeo, po... Cikli është nga anglishe. The cycle of critical thinking, po them, cikli i mendimit kritik. Fillon me skenën e evidencave, vazhdon me sugjerimet, vjen me perspektivën. Tu ka në tema që mund zgjasin 2 orë, ja ka me 10 pika. Me alternativat dhe me implikimet që do të kenë të gjitha këto së bashku dhe vazhdon me mbledhjen e evidencave edhe të tjerë dhe desa shkon në fund që dalin përfundimet. Pra, e kemi respektuar dhe proceduralisht mënyrën e mendimit, të pjekur. Por, po të isha unë nga ta që nuk guxohet mendoja, dhe në mburi ish ministrin e Berishës, Rusmajli, po, që nuk ka treguar në shëndiniteti. Jam i sigurt se u kam qenë në dijenit të ngjarjeve. Ai ka thonë do të zhdu nga qeveria, ky ka dhënë dorëheqjen. Kaq. Dhe Sherri ka qenë me Sajmir Sherrin, ish drejtori i përgjithshëm burgjeve. Unë e kam njohur që në 91-shin atë person. Dhe ka qenë për probleme tendësh e tjerë, nuk e paragjykoj, se mund të bëj vllai im gjithçka, edhe vëllezërit e mi gjithçka, edhe unë s'mbaj përgjegjësi. Por ai si kryeministër e ka gjykuar që ky të mos ishte më, po të toleroj, të japësh dorëheqjen, po unë shkarkoj, ka thënë. Dhe ka qenë në kryeministër. Tani ministri i tij, Manjani, që ka pa denjë krahasim me ministrin e Berishës. Po ky ministri i Berishës në 2018 kur hyra në media pash që ka quajtur Ramën në 2018 cinik. Po si ka mundësi arritja madhe e këtij u evidentua nga kryeministri im, su evidentua arritja ime personale. Kam guxuar dhe në debat të plot me dëshmimtar që e pranojnë vetë avokatë e Clifford Chansit, që janë studio numër 1 në botë, në lidhje me procesin e Vjenës arbitrazhi, që ishin 200 milion euro në lojë minimumi. Dhe ke atje në Google thonë, janë shpëtuar 180 milion euro të sigurta, po kishe ca fatura tjera mbrapa. Kam guxuar të mendojnë ndryshe. Dhe ata nuk besonin që do isha e zgjidhje. Dhe zgjidhja ime rezultoi fituese dhe e ruajtur dhe i kam thënë atyre zotërive, kam dhe shqiptar dhe shqiptar. 1 vit përpara se të mbaroj gjykimi. Ky gjykim mbaron me pikën 4 në 12 të kodit tregtar apo ligjit për tregtarët dhe ndërmarrjet tregtare. Po thanë kur s'ka ardhur koha ta servirim dhe servirëm i kam thënë që në 2014 në dhjetor dhe kam servirur pasaj në gjykim në tetor viti 2015 dhe aty fituam çështjen dhe u zbardh vendimi fitues në dhjetor viti 2015. Dhe
është marrë precedent në rreth 50 vite të arbitrazhit Vienës, është zgjidhja e parë e këtij lloji. Guxova për çështje tjetër, thash, do të shkojmë nëpërmjet forcës madhore. Ndërhyr avokaturën e shtetit e të tjerëve, që nuk i pëlqeu se Romeo mund të hapi probleme të tjera, se unë nuk mund ta fitoj atë çështje, po mos godisja intrigën politike, që ishte mbrapa Diaqezit. Se unë shkoja për në arbitrazh, to më mblidheshin këtu, ke Shakespeare-in bëni pazar. Edhe nga administrata e Ramës. Edhe detyrimisht i preva rrugën, pra rrezikova, i dola për zot në të gjitha planat e këtij procesi. Të paktën meritoj të thuhet se të nga 2019. Sa lekë ke kushtuar shqiptarëve minimalisht. Po. Edhe më ka gënjur, këta që mbaj vetëm integritet. Djersën time, janë 1.200.000 faqe, s'më ka paguar. Më kanë gënjur, pa them shqip. Pse se shpaqa kurajon, edhe pranova të mos i marr, do t'i marr patjetër. Nga xhepi tyre t'i paguajnë. Si Çeço, nuk i ndahem unë. Djersën time nuk ka asnjëri. As Damiani, as tjerë. E do flas akoma më tepër kur vi momenti. Por unë kam treguar të paktën këtë dinjitet që për hir të vendit kam sakrifikuar veten. Dhe besoj se kam drejtë më të madhe morale të flas. Po këta në si herojnë tani, na dalin si herojnë të procesit. Herojnë të procesit, kush e ka për procesin? Kur në mënyrë me deklarat e kanë thënë e zbuloi i pari dhe dha zgjidhjen i pari. Ata nuk e pranonin. Ishte një çështje tjetër. I thash, kjo zgjidhet vetëm duke përdorur forcën madhore si argument. Nuk e bën siç thashun. E humbën një proces. Më merr në telefon sapo del awardi vendimi dhe kam qenë me dëshmitar atje. Dëshmitari quhet Rezart Ruçi. Sa hapa telefonin, krye avokati Clifford Chansit. Hello Romeo, tha. You said it in the first moment, tha. For the force majeure, tha. Edhe vendimi kishte shprehur faqen 83-4 që vetëm me forcë majeure. I thash, po s'pa morr parasysh. Por tha ne, si rastin e parë, s'kishim një precedent dhe kishim frikë të shkelin në fusha të reja. Pra, unë nuk kam pasur frikë të zbatoj precedentin. Kam dalë në Fox News, më kanë pyetur për Begetin para disa viteve. Jo, po të paguajmë parat, jam bllokuar këtu. Minimumi dhe 3-4 vjetë zoketa si pagesi, thash. Duke lexuar mirë të zezën në bardh, ligjet e normat e ucitralit, siç ishte menaxhuar ai proces. Dhe vonë kanë dalë të problemet e pagesave, se kishin një mundësi pezullimi 3 vjeçar. Dhe aty do kishte ndihmuar, po të kishin futur. E kërkuan avokat. Po s'na duhet ky se ky na ha probleme. Pra këta nuk i duan një person. Kanë borxh me dhon lek, po vetëm probleme mos kenë. 100% mos kenë probleme politike se lekë janë tyre. Se i preka Berishën. Se thanë të Riqu, 2 ministrat ti, të Riqu mos u merr me Berishën, jo u morën. Dhe është dëshmi në parlament, po. Ma aksidentun fëmijët mu dhe gruan, po. Mu sulën për të bërë qepazën për media, po. Aty s'ka më, nuk të riqe më pëse. Se ftyra është e imja. Nuk është interesat tua politike dhe pazari politike, dhe konjunktura politike, se doli në çadër Berisha. Në çadër me lekë që ka vjetë nga Qezi, doli për kundërshtu komisionin